Një heshtje e rëndë, e thyer vetëm nga lotët dhe vajet, kanë mbështjell lagjen e ish-Kënetës në Durrës, aty ku sot u përcollën për në banesën e fundit 2 jetë, të ndërprera në mënyrë tragjike. Enea Muçaj dhe Klersi Nikodhi u shoqëruan mes të dhimbjes së thellë nga familjar, miq, bashkëmoshatar dhe mësues, që mezi gjenin fjalët për të përshkruar humbjen. Rrugicat e lagjes janë kthyer në një rrjell të pandërprer njerëzish që vijnë për ngushëllim, ndërsa dyert e 2 familjarëve aq pra njëra tjetrës janë hapur për të pritur një dhimbje që duket e papërballueshme. Zia ka rënë mbi një komunitet të tërë, që sot nuk kanë vetëm 2 fëmijë, por një plagë që prek çdo zemër. Tragjedia ndodhi pas ditën e së dielës, në një moment që duhet të ishte i pafajshëm dhe i zakonshëm, loj fëmijësh në trotuar, por gjithçka u kthye në mankth. Kur automjeti drejtuar nga Nikol Radaxhi doli nga kontrolli dhe përplasi 3 të mitur. 2 prej tyre nuk mundën t'i mbijetonin plagëve, ndërsa gjendja shëndetësore e njërit prej të mitërve të plagosur është përmirësuar. Mjekët e spitalit të traumës bëjnë me dije se fëmia është i vetëdijshëm dhe aktualisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Sipas hetimeve, drejtuesi i mjetit ishte në gjendje të dehur, një fakt që e bën këtë tragjedi edhe më të rëndë për t'u përballuar. Një gabim fatal që shoi 2 jetë dhe la pas një boshllëk që nuk mund të mbushet kurrë. Ndërkohë, familjarët e autorit kanë kërkuar ndjesë publike përmes një letre, duke shprehur pendes për atë që ka ndodhur, po për familjet Muçaj dhe Nikodhi dhe për gjithë komunitetin, dhimbja mbetet e pakthyeshme. Në Durrës sot nuk ka vetëm një ceremoni mortore, ka një thirrje të heshtur për ndërgjegjësim, për përgjegjësi dhe për të mos lejuar që jetët e tjera të pafajshme të shuhen në të njëjtën mënyrë.